Horoskopi ditor e martë 7 tetor 2025. Dashi. Dita e re ju nxit të përqafoni fleksibilitetin në marrëdhëniet tuaja profesionale. Me Marsin në një pozicion të favorshëm, energjia juaj dinamike është ngjitse dhe mund t'i frymëzojë ata përreth jush të arrijnë më shumë. Në marrëdhëniet personale, përqendrohuni te dëgjimi. Të dashurit tuaj mund të kenë nevojë për durimin dhe mirëkuptimin tuaj sot. Vendimet financiare të marra sot mund të japin rezultate pozitive nëse trajtohen me maturi. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj të bollshme në stërvitje fizike për të ruajtur vitalitetin dhe për të zvogëluar stresin. Kjo mund të jetë një kohë ideale për të filluar atë regjim të ri fitnessi që keni menduar. Kreativiteti lulëzon në pasdite, prandaj angazhohuni në detyra artistike ose inovative. Mos harroni të balanconi entuziazmin tuaj të zjarrt me momente reflektimi të qetë. Mbrëmja ofron mundësi për lidhje kuptimplote, si të vjetra ashtu edhe të reja. Hapni zemrën tuaj ndaj këtyre ndërveprimeve pa nxituar pritjet. Lëreni mënjan nocionet e paracaktuara dhe do t'i gjeni surprizat e sotme të këndshme dhe të dobishme. Demi. Sot rezonon me mundësi financiare dhe siguri, veçanërisht ndërsa Venusi përputhet me tabelën tuaj. Përqendrohuni në planet afatgjata të investimeve, pasi ato mund të jenë të dobishme. Në jetën tuaj personale, komunikimi është çelësi. Planeti juaj sundues nxit një qasje të duruar dhe të ndershme. Dialogët e qartë mund të përmirësojnë marrëdhëniet, duke shmangur keqkuptimet. Besojini instinkteve tuaja dhe qëndroni të hapur ndaj pikpamjeve të tjerëve. Sa i përket shëndetit, ushtrimet dhe rutinat e mbështetjes mund të ndihmojnë në ruajtjen e stabilitetit dhe mirëqenies. Një shëtitje në natyrë mund të rifreskojë shpirtin tuaj dhe të ofrojë një perspektivë të rigjallëruar mbi sfidat e përditshme. Projektet profesionale kërkojnë fokus, prioritizoni detyrat dhe siguroni planifikim të plot për të shmangur grackat e mundshme. Në aspektin shoqëror, rilidhuni me miqtë e vjetër ose merrni në konsiderat aktivitete të reja shoqërore për të shfrytëzuar energjitë pozitive. Sonte mund të sjellë lajme të papritura nga një mik ose i dashur. Përqafojeni atë si një shans për të rritur lidhjet tuaja. Balanconi natyrën tuaj pragmatike me nevojën për spontanitet të rastit për një ditë të përmbushur. Binjakët. Dita e re sjell një përzierje stimuluese të ndjekjeve intelektuale dhe ndërveprimeve shoqërore. Energjia e Mërkurit rrit komunikimin, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për negociata dhe shprehje të qartë të ideve. Përpjekjet akademike ose mësimi i aftësive të reja do të përfitojnë nga kjo qartësi e shtuar. Në marrëdhëniet personale, jini të hapur për të dëgjuar sa më shumë që flisni, duke nxitur një shkëmbim harmonik që thellon lidhjet. Financiarisht këshillohet një qasje e kujdesshme. Rishikoni shpenzimet për të ruajtur ekuilibrin. Shëndeti mund të ketë nevojë për vëmendje. Merrni në konsiderat teknikat e relaksimit si meditimi ose yoga për të lehtësuar tendosjen mendore. Shoqërisht do të jeni në qendër të vëmendjes, duke shijuar angazhime që sjellin gëzim dhe frymëzim. Përqafoni spontanitetin, por shmangni angazhimet e tepërta. Orët e mbrëmjes janë ideale për projekte krijuese, duke lejuar imagjinatën tuaj të çlirohet. Kjo ditë aktive dhe e gjallë shpërblen për shtatshmërinë. Qëndroni të bazuar në realitet ndërsa eksploroni tapetin e gjerë të mundësive përreth jush, duke siguruar si rritja ashtu edhe kënaqësi. Gaforria. Sot thekson rëndësinë e vetëdijes emocionale dhe kujdesit për veten. Pas indikimet hënore forcojnë shisat tuaja intuitive. Përqendrohuni në krijimin e një mjedisi ushqyes, si në shtëpi ashtu edhe brenda, për të menaxhuar energjinë tuaj emocionale në mënyrë efektive. Çështjet profesionale kërkojnë takt. Diplomacia siguron ndërveprime më të buta me kolegët dhe partnerët. Financiarisht, aspektet e qëndrueshme të sotme mbështesin zgjedhjet konservatore, duke inkurajuar kursimet në vend të shpenzimeve impulsive. Jeta dashurore lulëzon përmes lidhjeve më të thella. Shprehni ndjenjat tuaja me ndershmëri për të forcuar lidhjet me partnerin ose të afërmit tuaj. Nga ana shëndetësore, është një ditë e mirë për vetë-reflektim dhe praktika rigjallëruese siç janë mbajtja e një ditari ose terapia. Angazhohuni në aktivitete që sjellin paqe, si një banjë qetësuese ose kohë në natyrë. Mbrëmja sjell frymëzim krijues, perfekt për të eksploruar hobi artistike. Besojini ndjenjave tuaja të brendshme kur merrni vendime. Intuita juaj natyrore ju udhëzon me mençuri sot. Balancimi i nevojave personale me empatin do të sjellë harmoni dhe përmbushje në çdo aspekt të ditës suaj. Luani. Kjo ditë ju inkurajon të shkëlqeni në karrierën dhe jetën tuaj personale.
Aftësia juaj krijuese e përforcuar nga ndikimi i fuqishëm i diellit hap dyert për mundësi të reja. Pohoni vetëm me besim pa i lënë në hije të tjerët. Në marrëdhënie, bujaria dhe dashuria forcojnë lidhjet. Një gest i menduar flet shumë. Financiarisht, merrni në konsiderat kërkimin e këshillave përpara se të ndërmerrni investime. Shëndeti duket i fortë, por mos harroni të balanconi prodhimin e energjisë me pushim të mjaftueshëm për të ruajtur vitalitetin. Kanalizoni entuziazmin tuaj në një hobi ose përpjekje krijuese për të rimbushur shpirtin tuaj. Profesionalisht, puna në grup do të çojë në sukses. Kini kujdes për qasjet bashkëpunuese që respektojnë perspektiva të ndryshme. Sot, angazhime shoqërore sjellin gëzim. Lidheni me miq dhe të dashurit për të ndarë energjinë tuaj rrezatuese. Mbrëmja mund të zbulojë një shans ose takim të papritur. Qëndroni të hapur ndaj përvojave të reja që pasurojnë jetën tuaj. Balanconi vazhdimsinë me inovacionin, duke e lënë zemrën tuaj të guximshme t'ju udhëheq përmes mundësive të gjalla të sotme. Virgjëresha. Yjet e sotëm rreshtohen për të përmirësuar fuqitë tuaja analitike dhe aftësitë organizative. Përdoreni këtë nxitje për të trajtuar detyrat e vonuara ose për të riorganizuar aspektet e jetës suaj. Roli mbështetës i Mërkurit sugjeron përparime në kuptimin e sfidave komplekse, kryesisht të lidhura me punën, ku plane strategjike lulëzojnë. Në çështjet personale, ushtroni dëmshuri dhe durim. Dëgjoni në mënyrë aktive nevojat e të dashurve. Theksohet kujdesi financiar. Përmbahuni nga shpenzimet impulsive dhe rivlerësoni buxhetin tuaj për stabilitet optimal. Shëndeti përqendrohet në ruajtjen e rutinës. Vaktet e ekuilibruara dhe ushtrimet e moderuara mbështesin mirëqenien. Reflektoni mbi nivelet e kënaqësisë në jetën e përditshme dhe merrni në konsiderat rregullime të vogla për rezultate më të mira. Ndërveprimet shoqërore përfitojnë nga natyra juaj perceptuese. Njohuritë tuaja mund t'ju udhëheqin miq drejt shtigjeve më të qarta. Mbrëmja fton reflektim të qetë dhe përtëritje mendore. Përqafoni këto momente të qeta për të planifikuar përpara me kujdes. Sot shpërblem vëmendje ndaj detajeve dhe veprimin e menduar, duke harmonizuar efikasiteti me harmoninë në të gjitha fushat e jetës suaj. Peshorja. Dita e re sjell ekuilibër në jetën tuaj personale dhe profesionale, në përputhje me dashurinë tuaj të lindur për harmoninë. Me Venusin që thekson sharmin tuaj, negociata dhe ngjarjet shoqërore favorizohen, duke ofruar mundësi për rrjedhim dhe forcim të lidhjeve. Diskutimet financiare mund të jenë të frytshme, me kusht që të ruani një qasje diplomatike dhe të kujdesshme. Marrëdhëniet personale lulëzojnë me hapje. Bisedat kuptimplote përmirësojnë mirëkuptimin dhe nxisin unitetin. Shëndeti mbështetet nga paqja mendore. Merruni me aktivitete që nxisin relaksimin dhe gëzimin, siç janë arti ose muzika. Në vendin e punës, bashkëpunimi çon në sukses. Prandaj ushqeni lidhjet e ekipit për arritje kolektive. Ndjeshmëritë tuaja estetike shkëlqejnë sot. Përdoreni këtë energji për të zbukuruar mjedisin tuaj, duke rritur rehatin dhe mirëqenien. Ndërsa afrohet mbrëmja, jepini përparësi kohës cilësore me të dashurit ose angazhohuni në ndjekje krijuese që qetësojnë shpirtin tuaj. Ekuilibri është udhërfyesi juaj. Përqafoni fuqinë e tij të butë ndërsa përballoni sfidat dhe ushqeni marrëdhëniet me hir dhe dinjitet. Akrepi. Sot akrepi përqendrohet në transformimin personal dhe fokusin intensiv, me Marsin që ndes shtysën tuaj. Shfrytëzojeni këtë energji për të ndjekur qëllime ambicioze dhe për të filluar projekte me potencial afatgjat. Profesionalisht, njohuritë tuaja strategjike shkëlqejnë, duke udhëhequr vendimarrjen dhe bashkëpunimin efektiv. Jini të kujdesshëm në marrëdhëniet financiare. Analiza e plot minimizon rreziqet. Në marrëdhëniet personale, lidhjet e thella emocionale zën vend qendror. Komunikimi i ndershëm rrit intimitetin dhe besimin. Përfitimet shëndetësore nga aktiviteti fizik. Merrni në konsiderat stërvitjet intensive për të kanalizuar energjinë tuaj në mënyrë konstruktive. Reflektoni mbi ndryshimet në jetë dhe rritjen, duke përdorur këto njohuri për të udhëhequr shtigjet e ardhshme. Ndërsa jeni pasionant, mos harroni të balanconi intensitetin me relaksimin për të ruajtur ekuilibrin. Mbrëmja sjell vetanalizë, ideale për vendosjen e qëllimeve dhe sqarimin e drejtimit tuaj. Lërini më njanë ankesat e së kaluarës për të përqafuar mundësitë për ripërtëritje me krah hapur. Përqafoni aftësitë tuaja të fuqishme transformuese, duke lejuar që forca juaj e brendshme të ndriçojë shtigje të reja që çojnë në përmbushje personale dhe profesionale. Shigjetari.
Kjo ditë sjell aventurën në fokus, duke inkurajuar eksplorimin si mendërisht ashtu edhe fizikisht. Ndikimi i Jupiterit rrit optimizmin dhe mendjehapurinë, duke ofruar qartësi dhe depërtim në lundrimin e mundësive të jetës. Aspiratat profesionale mund të dëshmojnë përparim përmes rrjedhëzimit dhe të menduarit krijues. Në marrëdhënie, kërkoni zbulime të ndërsjella dhe përvoja të përbashkëta për të thelluar lidhjet. Financiarisht shmangni rreziqet sot. Jepni përparësi sigurisë dhe planeve afatgjata. Shëndeti lulëzon përmes aktiviteteve në natyrë. Merrni në konsiderat ecjen në natyrë ose udhëtimin për të fuqizuar trupin dhe mendjen njësoj. Kurreshtja juaj natyrore ju shtyn drejt të mësuarit. Kënaquni me këtë duke eksploruar kultura ose filozofi të reja, të cilat zgjerojnë perspektiva. Jini të hapur ndaj ndërveprimeve spontane që mund të zbulojnë mundësi emocionuese. Ndërsa vjen mbrëmja, lidheni me miqt ose figurat mentoruese që frymëzojnë horizonte më të gjera. Përqafoni ndryshimin me shpirtin tuaj të gjallë, duke i besuar mençurisë suaj të lindur për t'ju udhëhequr në udhëtimet e sotme. Balanconi entuziazmin me reflektimin për një përzierje harmonike të rritjes dhe stabilitetit në të gjitha përpjekjet. Britsjapi. Sot Britsjapi thekson këmbënguljen dhe planifikimin strategjik. Pasi Saturni mbështet përpjekjet tuaja, përqendrohuni në vendosjen e qëllimeve të arritshme në karrierë dhe rritje personale. Qasja juaj logjike çon në përparim të konsiderueshëm. Financiarisht, investimet e kujdesshme dhe planet e kursimit janë të favorizuara. Marrëdhëniet ndërpersonale përfitojnë nga besueshmëria juaj. Jini të pranishëm dhe mbështetës për të ushqyer besimin dhe bashkëpunimin. Shëndeti inkurajon një regjim të disiplinuar ushtrimesh. Merrni në konsiderat stërvitjet rutinë për të rritur qëndrueshmërinë fizike dhe mendore. Ambicjet profesionale mund të kërkojnë organizim të kujdesshëm. Prioritizoni detyrat dhe angazhohuni në projekte që përputhen me objektivat afatgjata. Reflektoni mbi arritjet e kaluara si motivim për suksesin e ardhshëm, duke përdorur mësimet e nxjerra për të ecur përpara. Mbrëmja mund të zbulojë seanca produktive të ideve ose biseda ndriçuese me kolegët. Balanconi ambicien me momente pushimi për të ruajtur performancën dhe kënaqësinë maksimale. Përqafoni energjinë e qëndrueshme dhe toksore të sotme, duke lejuar që natyra juaj e palëkundur t'ju udhëheqë drejt përmbushjes së arritjeve në të gjitha aspektet e jetës suaj. Ujori. Dita e re inkurajon inovacionin dhe angazhimin në komunitet. Fal energjisë transformuese të uranit. Zhytuni në projekte ose iniciativa krijuese që mbështesin kauzat sociale, duke shfrytëzuar perspektivën tuaj unike për të frymëzuar ndryshimin. Profesionalisht, përpjekjet bashkëpunuese lulëzojnë. Përqafoni punën në grup për të arritur një ndikim më të madh. Financiarisht, idetë inovative sjellin shpërblime të mundshme, por mbani një qasje të kujdesshme ndaj sipërmarrjeve të reja. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes vlerave të përbashkëta dhe dialogëve me zemër të hapur. Shprehni individualitetin tuaj duke vlerësuar pikpamjet e të tjerëve. Përfitimet shëndetësore nga diversiteti i aktiviteteve. Eksploroni rutina të ndryshme fitnesi për të mbështetur motivimin dhe mirëqenien. Përqafoni rolin e teknologjisë në lidhje me individ me mendje të ngjashme, duke zgjeruar rrjetin tuaj shoqëror. Pasditja sjell ndërveprime dhe njohuri frymëzuese që nxisin koncepte të reja. Balanconi spontanitetin me hapa të llogaritur për të maksimizuar suksesin. Ndërsa mbrëmja shpaloset, kërkoni relaksim përmes ndjekjeve që ju mahnitin dhe ju ngren moralin. Besojini dëshirës suaj instiktive për përparim, duke lejuar atë t'ju drejtoj drejt mundësive të gjalla që shfaqen sot dhe mëtej. Peshqit. Sot peshqit përqendrohen në kreativitet dhe thellësi emocionale, me Neptunin që rrit aftësitë tuaja intuitive. Eksploroni shprehjet artistike ose praktikat shpirtërore që ju ngren moralin dhe nxisin depërtimin. Profesionalisht, qasja juaj empatike ndihmon në mjediset e ekipit, duke rritur bashkëpunimin dhe mirëkuptimin. Financat mund të kërkojnë vlerësim të kujdesshëm. Sigurohuni që të jeni të qartë para se të merrni angazhime. Marrëdhëniet përfitojnë nga dialogët e sinqertë dhe respekti ndërsjell, duke thelluar lidhjet emocionale. Shëndeti mbështet aktivitete të buta si noti ose yoga, duke promovuar ekuilibrin dhe relaksimin. Ëndrat me sy hapur dhe mendimet imagjinative mund të çojnë në inovacione të botës reale. Shfrytëzojini këto për të frymëzuar të tjerët dhe për të pasuruar ndjekjet personale. Mbrëmja fton introspeksionin. Reflektoni mbi zhvillimet e fundit dhe aspiratat e ardhshme. Kultivoni paqen e brendshme përmes meditimit ose reflektimit të qetë,
duke I lidhur ëndrat tuaja me hapa praktik. Përqafoni natyrën e adaptueshme të peshqve, duke lejuar që pasuria juaj artistike dhe emocionale të udhëheqë përvoja përmbushëse. Natyra juaj e dashur dhe e dhemshur ju fuqizon të përballoni sfidat me hir dhe një zemër shpresëdhënëse. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.